Qeveria ka miratuar një projekt të ri për qarkun Shkodër të quajtur Porta e Alpeve, njoftoi Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi. Sot në mbledhjen e qeverisë kemi miratuar një projekt shumë të rëndësishëm infrastrukturor për qarkun e Shkodrës, që quhet Porta e Alpeve, dhe nënkupton një marrëveshje financimi me Bankën Evropiane të Investimeve në vlerën 50 milion euro, dhe 50 milion euro tjera janë angazhuar nga qeveria e Shqipërisë për të alokuar nga buxheti i shtetit. Pra kemi një vlerë 100 milion euro që shkon për atë që quhet Porta e Alpeve, qarkun e Shkodrës, në lidhje me projekte infrastrukturore të natyrave të veçanta. Çfarë konsiston? Programi dhe marrëveshja ka disa komponent, ku komponenti i parë ka të bëjë me rehabilitimin e shesheve urbane, rikonstruksionin e bulevardeve dhe qendrave multifunksionale, duke i dhënë hapësira më të mira qytetarëve të gjithë qarkut. Komponenti tjetër ka të bëjë me investime infrastrukturore në akset që lidhen Bregdetin e Velipojës, liçenin e Shkodrës, lumin e Bunës dhe pjesën e Malësisë së Madhe dhe pjesën e Alpeve. Komponenti tjetër shumë i rëndësishëm ka të bëjë me investime në rrjet kanalizimesh dhe ujësjellsi, si dhe pjesët që lidhen me transportin urban, por edhe gjitha ato elementet turistike për menaxhimin e ndotjes urbane. Dhe së fundmi, pse është shumë i rëndësishëm kjo marrëveshje, sepse me anë të kësaj marrëveshje krijojmë për herë të parë një korridor të integruar midis Alpeve dhe Bregdetit Adriatik, duke krijuar kështu në këtë mënyrë një mundësi për të patur një sezonalitet të plot turistik nga dimri në verë dhe duke i qëndruar më afër qytetarëve dhe për të përmirësuar në zhvillimin ekonomik të gjithë qarkut Shkodër. 100 milion euro në total do të përdoren për një sër investimesh në infrastrukturë e transport me qëllimin për të krijuar një korridor mes Alpeve dhe Adriatikut. Kjo do të forcojë turizmin dhe zhvillimin ekonomik.